që është faza e dytë e operacioneve luftarake mbi Iran. Natyrisht intensiteti i goditjeve nga ajri dhe nga deti, por kryesisht nga ajri, i Shteteve Bashkuar dhe Izraelit ka luhate të vogla të intensitetit, por në përgjithësi është mbajtur i njëjti intensitet goditjesh, duke realizuar një numër do thosha relativisht shumë të madh, kryesisht të objektive ushtarake që bëhet fjalë më shumë se 7.000 objekte brenda Iranit, si dhe eliminim duke filluar nga lideri suprem dhe të liderëve të tjerë drejtues si të nivelit ushtarak ashtu edhe të nivelit politik. Natyrisht ndryshe nga viti kaluar, do thosha që Irani tashmë u gjet jo i pa përgatitur, por i përgatitur do thosha edhe shumë mirë për reagim. Dhe kjo ka bërë që fuqia dhe kapacitetet e Iranit për të reaguar, sidomos me raketat balistike dhe me dronët Shahed, ka bërë që të përfshi gjithë lindjen e mesme, duke goditur jo vetëm objektet ku Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë patur në përdorim, por duke dalë edhe matan hyrek. Kjo ka patur një shënim mendoj unë nga Irani, që të mund t'i përfshite këto vende në favorin e vetë, por që fatkeqësisht ka bërë efektin e fundit, dhe ato jo vetëm që nuk janë në favor, por janë edhe një pjesë të tyre kundra Iranit dhe veprimeve të Iranit